Prokuroria e Tiranës dha pretencën për motrat Antonella dhe Marinela Berisha, të cilat goditën me sende të forta 26 vjeçaren Klea Pre nga verën e vitit të kaluar. Prokurori Ndini Tavani kërkoi 3 vite burg për Marinela Berishën, e cila ndodhet në masën arrest në shtëpi, por që nga gjykimi i shkurtuar në rast se gjendet fajtore, dënimi zbret në 2 vite, ndërsa për Antonellën kërkoi 3 vite shërbim prove, që me gjykim të shkurtuar zbret në 2 vite shërbim prove. 2 motrat u vetë dorëzuan në polici në tetor 2024, ndërsa akuzohen për kryerjen e veprës penale plagosje e rënë me dashje kryer në bashkëpunim. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.